jam në fundin e një prej tuneleve të zonës së Farkës të gërmuar në vitet e komunizmit, i cili ka mbetur përgjysmë, është tipik një tunel për të treguar se si ndërtohej dhe çfarë ka brenda tij. Nëse kamera kthehet përballë dhe tregon, në fund është një muze i forcave të armatosura, por do t'ju shpjegoj unë që këtu mund të shohësh prapë këtë nga ana ime. I gjithë tuneli në zonën e Farkës, në fakt në afërsi të Surrelit, është i gërmuar në shtufë, shife. Është e gjitha kodër shtufe që hapej kollaj, punohej me lopata. Ky është një prej krevatëve ushtarak origjinal me hekurat e kohës, kam përshtypjen prodhoheshin në Shqipëri, që është futur për treguar, ndërkohë sikur se thash, është rër, shifeni. Është prej materiali krejtësisht të butë, shiheni se si është pjesa e sipërme. Është punuar gjatë gjithë kohës me lopata dhe me prashbër çdo gjë me dorë, mbasi gërmohej në fillim shtufa, fillonte dhe betonohej pjesa kryesore. Për të ruajtur, këto ishin tuneli që i takonin kryesisht forcave ajrore, ku mbaheshin edhe topat dhe kundërajrorët. Në të dyja anët kanë vendosur që kur e mori Ismet Shehu e ka bërë një gjysmë muzeu, vendoseshin arkat ku sot janë për të ulur, por kanë qenë me pajisje. Thash, shihni se si është gërmuar në një lartësi që duket mbi 5-6 metra. Gërmimi ka qenë i lehtë sepse kjo dheu është i butë, por në momentin kur mbaronte, dhe këtu është eksaktësisht pjesa kryesore, do t'ju tregoj disa nga pajisjet, fillonte dhe betonohej. Shiheni tani se si është, pra këtu fillonte betonimi. Ja ku është betonimi. Pra këtu fillon betonimi, i cili kryej në të gjithë gjysmëharkun e saj. Ja. Komplet e betonuar, komplet dhe anash me betonim. Këtu ka ngelur. Pra ka ardhur deri këtu në vitet 90 besoj, dhe pastaj është mbyllur. Po të vish nga kjo anë, mund ta shohësh sipër diferencën midis betonimit dhe hapjes me dorë të tunelit. Pra këtu e tregon, duhet vish këtu, duhet jetë kamera këtu, ta ngrej sipër që tregoj që ka gati një lartësi prej 2 metrash midis pjesës betonuar dhe pjesës së pa betonuar. Pra që tregon diferencën, ja eksaktësisht kjo, dhe më poshtë vjen tuneli. Tuneli është i mbushur me pajisje ushtarake të kohës, që duket pak e çuditshme se si kanë mbijetuar. Këto janë gavetat e famshme. Me gavet sot mund të hash dhe keqeremin, fakt t'jep fasulet, por në atë kohë ishte i vetmi mjet që mund të përdorje. Këto janë qikrikët e famshëm për të mbledhur litarin. Kjo nuk e di çfarë është, tani do t'i shoh një për një. Pajisje ndryshme, kjo që nga kryevepër, kjo duhet jetë një pajisje matje, sepse e shoh që ka kompas brenda tyre, duhet jetë për përdorim me këtë këtu. Ungrika do vendos ka kështu. Duhet jetë pajisje për matje, ndoshta edhe për hapjen e tuneleve, edhe kjo është një pajisje tjetër që lidhet me to. Këtu janë pasaj disa nga pajisjet që përdoreshin, se s'më le drita, që përdoreshin, shqipeni, vajrat dhe llojet që përdoreshin nga ushtria. Është interesante. E gjithë pjesa sipërme është me helmeta në një pjesë dhe me gavetat e famshme të ushtrisë në pjesën tjetër. Janë disa shtiza, këto nuk e di se përse janë përdorur, po di me saksi që këtu janë sharrat që shërbenin për të hapur, ndoshta edhe në këtë pjesë të tunelit. Shihni çfarë sharrash janë. Të gjitha këto pajisje vinin nga Kina në kohën e raporteve të mira me Kinën, ndërsa këtu është një gjë e rrallë. Ky është një prej xhupave të pambukut që ju jepeshin ushtarëve që punonin në brigadën e Xhenjos ose të burgosurve në burgjet komuniste të kohës. Ky ishte mbulesa më e trash, pra veshja më e trash që përdorej në komunizëm, ndryshonte ngjyra. Ushtria i kishte jeshil, të burgosurit i kishin ngjyrë të murme, dhe minatorët kishin po ashtu veshje të tilla. Ishte veshja Kundragazi i famshëm me të gjitha pajisjet e tij,
Kjo është veshje po ashtu ushtarake për pjesën e mekanikëve dhe gjenerikëve, që e kishin si kominoshe pune, është një e pilotëve dhe po ashtu dhe e pilotëve, është një këngë e famshme që flet për kominoshet në vitet e komunizmit. Kjo është veshje, këtë nuk e ditë se kisha ndesh në herë në kohën e komunizmit, po ndoshta mund të ketë qenë. Pjesa tjetër ishin mina, edhe ky kundragazi kohës, është shumë i çuditshëm ta shohësh ky kundragazi vogël, i cili përveç kësaj ka dhe pjesën tjetër ku ti Petrit Fesati pas ka dhe emrin e personit që e ka mbajtur, edhe të gjitha pajisjet e tjera. Ndërkohë, këtu është një veshje tipike ushtarake, e cila në fakt duket si veshje e dimrit, është shumë më e trash, me gjithë helmetën kamuflazh, këto sipër janë veshjet kamuflazh, këtu jam eksaktësisht nën helmetat. Këto ishin të kuqe, duhet vendosin një qafore, nuk kishte, ushtarët nuk kishin çorape, se sot mund të duket çudi, i vishnin me pece quaj, ishte një lloj nape, me cilën visheshin një lloj cope me cilën visheshin këmbët. Kjo është pjesa e famshme e barelës në raste të emergjencave, është një mix. Këto nuk i di ç'a janë. Bomë mësimore mos më pëlqet kjo mua, ja, s'pëlqet këtu, nuk bën. Kjo është shumë interesante, përsa ishte një pajisje tjetër që lidhet me komunikimin, pra ndërlidhjes. Ndërlidhja kishte 100 komplikime dhe po të vini re, këtu ka shumë prej atyre pajisjeve. Kjo këtu, ky është feneri famshëm me vajgur. Feneri famshëm me vajgur për të bërë dritë. Duhet mbushet me vajguri, kur të vjerën tjetër, doja bëj këtë, është, ju duket çudi, po me këto fener bota ka bërë ndriçimin për disa shekuj. Ndërkohë që këtu keni batanien me cilën flije, me këtë mbuloheshe, kur ishe në ushtri. Në herë edhe ta vidhnin batanien, se ishte problemi, duhet ta ruaje për ta dorëzuar, helmeta e famshme. Kjo është një veshje që nuk e di, s'është veshje oficeri, po është oficeri, bashku me pushkën e drurit. Pushka e drurit përdorej kur nuk me jepnin pushkën tamam, të mësoje pushkën e drurit lëvizjet, pra duhet ta merrje këtë pushkë dhe të mësoje lëvizjet. Pra duhet shpoje armikun përballë, tërhiqeshe, biles. Gjëja parë që të mësonin përmend, që e mbaj mend akoma sot, është që pushka model 56 është një armë e fuqishme zjarri në duart e ushtarit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, që shërben për asgjësimin e forcave të gjalla të armikut me zjarr, qyt dhe bajonet. Shif si e mbaj mend tani, edhe pas ushtarake në 10 me merit. Kjo është prap veshja që ju thash, veshja e rrallë, së bashku me kundërgazin dhe me pajisjet tjera që lidhen po shumë kryesisht me ndërlidhjen. Ja, dhe këto pajisjet të ndërlidhjes. Çfarë ka mbetur këtu? Janë pjesë të mbetura origjinale të një prej vendeve më të militarizuara të botës, ja dhe këto të oksigjenit, por që pak gjëra kanë mbetur. Gjithsesi, ky tunel i gjatë, ku ka dhe strategjinë e sigurimit mbrojtjes e tjera, është kur shkon deri në tutje, është shembulli më tipik se si hapi një tunel në zonat e buta, nga zona e Farkës, nga kazerma e Çeremit.